Ndryshe nga herët e tjera, 2:40 e protestës nisi ndryshe. Një grup studentësh të veshur me të zeza kishin përgatitur hallëv për kryeministrin e vendit në mënyrë metaforike për ikjen dhe largimin e tij. Vendosur për të mos u ndalur, protestuesit vijojnë të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke ju drejtuar atij se pavarësisht motit të nxehtë apo pushimeve verore, nuk do të largohen nga sheshi. Jetoj në Gjermani dhe kam ardhur apostafat për këtë protestë. Edhe mjaft me këtë diktaturë, mjaft me lekët e taksa paguese bëhen miliarder oligarkët, bëhen miliarder njerëz të rinj. Mjaft. Është koha që populli shqiptar duhet të marrë shtetin e tij, pikë. Dhe ne jemi sot pikërisht sepse kemi në një moment që është një kryeminist që bën çfarë doj ai. Çfarë i thot koka sot e bën nesër. Pra, një arrogancë pa imagjinueshme karshi popullit ton. Dhe të shimon kar funi. Pas në pak nërgjeshje shqiptari, mos ta lodhi këtë popull, mos ta lodhi rinin, t'japi me njëherë dorëheqjen. Në qoftë se ai nuk e ka konsideruar dorëheqjen, t'i bëj llogarit dhe një herë mirë, ai bashkë me deputetët e tij, sepse ne llogarit i kemi bërë mirë dhe kemi 40 ditë këtu dhe do vazhdojmë. Disa nga pankartat e shtuara së fundmi janë edhe në lidhje me këngëtarin amerikan Kanye West. Ardhja e artistit në vend ka sjellë reagime të shumta të qytetarëve pas lajmërimit nga vetë kreu i qeverisë se janë shpenzuar 4 milionë euro nga fondi rezervi i buxhetit të shtetit. Ato para mund të ishin investuar në shëndetësi, arsim, pensione dhe ndihmë ekonomike për familje të nevojë e jo për një koncert të dështuar, u shprehën qytetarët. Nuk ka asnjë shans në asnjë vend komunitetit evropian që kryeministri thjesht me mendimin e tij të ndihmojë një koncert për të rinjt, që është një koncert që s'ka lidhje me mirëqenien e popullit tonë, ka lidhje me argëtimin. Në çdo vend të botës një koncert privat është privat. Dhe në qoftë se ai dështon, ose anullohet ose vazhdohet edhe artisti merr parasysh që humbjet. Unë ftoj të gjithë bashkëdhetarët e mi që mos ta mbështesin këtë iniciativë, pasi kjo është anti-shqiptare. Këto para janë të buxhetit të shtetit, të taksa paguesve të ndershëm që kanë punuar, janë lodhur dhe nuk duhet të shkojnë për një koncert, për të shpëtuar një koncert të dështuar, por për gjëra të cilat ne kemi nevoja bazike, se nuk po kërkojmë si thot po një shprehje popullore qiqën anhell, po kërkojmë gjëra bazike. Kthyer në tradit pas qëndrimit prej disa orësh pranë kryeministrisë dhe fjalimeve të mbajtura aty, protestuesit nisin marshimin në rrugët kryesore të kryeqytetit.